Lani këmbët me krip dhe sot buke dhe do befasojeni me atë që ju ndodh. Kujdesi për këmbët është thelbësor për shëndetin tonë, por shpesh herë neglizhohet. Megjithatë, një produkt i thjeshtë dhe efektiv në shtëpi mund të bëjë ndryshimin. Larja e këmbëve me krip dhe sot buke, e rekomanduar nga mjekët, kjo metodë jo vetëm që është e lehtë për t'u aplikuar, por sjell edhe shumë përfitime për shëndetin e këmbëve. Përfitimet e larjes së këmbëve me krip dhe sot buke. Veprime antiseptike dhe dezinfektuese ndihmon në largimin e bakterjeve, veçanërisht kur vishni këpucë të mbyllura për orë të gjata. Soda e bukës neutralizon aromat e pakëndshme duke rregulluar pashjen e lëkurës dhe duke zvogëluar kështu edhe djersitjen e tepër. Soda e bukës zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon në largimin e qelizave të vdekura, duke i bërë këmbët më të buta. Do të relaksojë dhe do të lehtësojë lodhjen. Zhytja në ujë të ngrohtë me krip dhe sot buke zvogëlon entjen dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, ideale pas një dite të tërë të lodhshme në punë.